Çka po ndodh me tregun e punës në Kosovë? A ka pas ulje apo ngritje të papunësisë? Ekzistojnë disa të dhëna interesante për këtë. Sipas anketës së fuqisë punëtore, në vitin 2024, shkalla e papunësisë ka rënë në 10.8%, ndërsa pjesëmarrja në fuqinë punëtore është rritur lehtë. Shkalla e punësimit në popullsinë e moshës aktive që i bjen 15 deri 64 vjeç arriti në 38.6%. Kjo i bjen një rritje vetëm për 2.3% nga viti paraprak. Megjithse papunësia ka rënë dhe punësimi është rritur, numri i personave jo aktiv ekonomikisht mbetet i lartë. Mbi 610.000 qytetarë nuk janë të punësuar e as në kërkim të punës. Shkalla e jo aktivitetit është 56.8%. Të punësuarit sipas Gjinisë tregojnë se 21.2% e grave të moshës 15 deri 64 vjeç janë të punësuara. Krahasuar me burrat, e përqindja është 55.9%. E kjo tregon një vështirësi për pjesëmarrjen e grave në zhvillim ekonomik. Raporti i Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregon për disa përmirësime graduale në tregun e punës. Por sfida strukturore mbeten pjesëmarrja e ulët e grave, papunësia rinore dhe shkalla e lartë e jo aktivitetit ekonomik. Për video tjera si kjo, mos harroni me ndjek Kosovo Facts në mediat sociale.